Partia Socialiste ka vendosur të refuzojë kërkesën e SPAK për dhënien e autorizimit për arrestimin e Belinda Ballukut. Vendimi i maxhorancës u bë publik sot në mbledhjen e grupit parlamentar të PS-s, ku kryetari i Komisionit të Ligjeve, Ulsi Manja, argumentoi se pas largimit nga detyrat Ballukut, tashmë ka një realitet të ri dhe SPAK mund të vijojë hetimet edhe pa masën e arrestit. Në mbështetje të nenit 73 Kushtetutës të Republikës Shqipërisë, neneve 260, 288 dhe 289 Kodit Procedurës Penale, si dhe neni 118 Rregullores Kuvendit Shqipërisë, ne si antar të shumicës parlamentare në Këshillin për Rregulloren, mandatet, imunitetin, i rekomandojmë seancës plenare dhe ju të nderuar kolegit deputet, rrëzimin e kërkesës për urispostashme kundër korrupsionit dhe krimit organizuar, për dhënien e autorizimit për arrestimin, heqjen e lirisë deputetes zonjës Belinda Balluku. Ndërsa e konfirmoi si drejtuese qarku për Fierin në zgjedhjet e ardhshme, kryeministri Edi Rama u shpreh se nuk do të shpall as fajtore dhe as të pafajshme Belinda Ballukun në lidhje me ato që SPAK po heton. Ai tha se vjen e kuqe që ka vendosur për të gjithë socialistët pas vënies në funksion të reformës në drejtësi nuk do ta shkel as në rastin e saj. E di që edhe këtu mes nesh ka disa që mendojnë se fitoret shëmbullore elektorale të Belindës dhe skuadrave të udhëhequra prej saj në territor burojnë nga fuqia e pushtetit që ajo kishte. Kjo mbetet për t'u parë në zgjedhjet e afërta vendore në qarkun e Fierit, ku ajo do të vazhdojë të drejtojë qarkun dhe nuk do të jetë më në asnjë pushtet ekzekutiv. Nuk kam ndërmend as t'ju them aq më tepër juve që i njihni më mirë se të tjerët që Belinda është një njeri që durohet lehtë në punë. Pasi ca më shumë e ca më pak, e dim të gjithë se sa e lehtë është të merresh me të, sidomos kur i thot koka që ka të drejtë edhe do me çdo kusht që të dalë vetja. Nuk kam jo e jo ndërmend ta shpall të pafajshme për çka akuzohet apo të shkel për të vijën e kuqe të cilën e kam vizatuar përpara deputetëve në këtë sallë të nesërmen e miratimit të reformës në drejtësi dhe që vlen për të gjithë njësoj. Në prag të 8 marsit, festës së nënës, nxënësit e klasës së 6 të shkollës nënshkruesi i pavarësisë Nebi Sefa kanë përgatitur një surprizë të veçantë për nënat e tyre. Me kreativitet dhe përkushtim, ata kanë punuar në klasë për të realizuar dhurata simbolike. Nxënësit pikturuan poçe balte, ku vendosën edhe mesazhe të veçanta dedikuar nënave të tyre. Pas përfundimit të pikturimit, në këto poçe ata mbollën lule, të cilat do t'u adhurojnë nënave si shenjë dashurie dhe mirënjohjeje. Të gjitha përgatitjet u realizuan nga vetë nxënësit gjatë orëve në klasë, me ndihmën dhe kujdesin e mësueses Elsa Baka, e cila ju udhëhoqi në këtë aktivitet krijues. Në një nga orat tona, me mësuese Elsën, në një orë bashkëbisedimi, na kujtua festa e 8 marsit dhe donim të dinim se çfarë mund të bënim nënave tona për të shprehur mirënjohjen tonë për to. Ne filluam të jepnim ide tona duke shprehur ide të ndryshme. Na kujtua se nënat tona janë lule të rralla dhe menduam të bënim diçka të punuar vetë me dorë. Menduam të bënim poçe të bëra prej balte, diçka simbolike për ditën e 8 marsit. Zgjodhëm lulet më të bukura që mund të mendonim dhe filluam të mbillnim. Filluam të mbillnim dhe gjithçka nisi duke bërë kompozimin e vazove tona, duke pikturuar dhe duke shkruar ndjenjat tona që kishim për nënat. Në fund u bë mbjellja e luleve, me lulet që ne kishim menduar të zinin, dhe lulet tona u bën gati për t'ia çuar nënave në ditën e 8 marsit dhe për t'i falendëruar ato për mirënjohjen, dashurinë dhe respektin që ne kemi për to. Mësuesja Elsa Baka vlerësoi angazhimin dhe kreativitetin e nxënësve në këtë aktivitet, duke theksuar rëndësinë e gjesteve simbolike për të shprehur dashurinë dhe mirënjohjen ndaj nënave. Siç e shikoni, atmosfera jonë është shumë e gëzueshme, shumë e bukur. Fëmijët tanë kanë krijuar një projekt për nënat e tyre, për të shprehur dashurinë dhe mirënjohjen për gjithë dashurinë që ata japin tek fëmijët.
Përmes kësaj nisme, nxënësit jo vetëm që shprehen dashurinë për nënat e tyre, por edhe zhvilluan kreativitetin dhe punën në grup, duke kthyer këtë përvojë në një kujtim të bukur për festën e 8 Marsit. Një aksident i rënd automobilistik me pasojë vdekjen e një 39 vjeçareje ka ndodhur në kryqëzimin që lidh fshatin Varipop me autostradën Levan-Tepelen. Sipas burimeve, nga vendi i ngjarjes, por edhe atyre zyrtare nga drejtoria vendore e policisë, një autovetur tip Kia që drejtohej nga një shtetase 39 vjeçare, identifikuar si Nertila Abazaj, ka dalë nga rruga e fshatit Varipop për të hyrë në autostradën Levan-Tepelen. Në momentin e hyrjes në autostradë, automjeti i saj është përplasur nga një furgon që përqarkullonte në këtë aks rrugor. Si pasojë goditjes së fortë, 39 vjeçaria ka humbur jetën në vendngjarje, ndërsa drejtuesi dhe pasagjeri që ndodheshin në furgon janë transportuar drejt Spitalit Rajonal Fier për të marrë ndihmë mjekësore dhe janë jashtë rrezikut për jetën. Menjëherë, pas aksidentit, në vendin e ngjarjes kanë bërritur shërbimet e policisë dhe patrulla e qarkullimit rrugor për të normalizuar lëvizjen e automjeteve në këtë segment. Gjithashtu, janë thirrur edhe shërbimet zjarfikse për të bërë të mundur nxjerrjen e trupit të viktimës nga automjeti. Ndërkohë, specialistët e qarkullimit rrugor të DVP-s Fier arrestuan shtetasin me inicialet PM për veprën penale, shkelje të rregullave të qarkullimit rrugor me pasojë vdekjen. Aktualisht, shtetasi PM dhe pasagjeri që ndodhi në automjetin e tij, shtetasi SR, ndodhen në spital për ndihmë mjekësore jashtë rrezikut për jetën. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë së Fierit për veprime të mëtejshme. Sot nisi kampionati 11 i basketbollit për djem, ndërmjet shkollave 9-vjeçare të Bashkisë Lushnjë. Në këtë aktivitet sportiv marrin pjesë 8 shkolla publike dhe jo publike, ndërto Fotopuka, Skënderlibohova, Nënshkruesi i Pavarësisë Nebi Sefa, shkolla Ballagate e të tjerë. Kampionati organizohet nga Qendra Kulturore e Fëmijëve në bashkëpunim me Zyrën Vendore të Arsimit dhe me mbështetjen e Bashkisë Lushnjë. Ndeshjet po zhvillohen në palestrën e shkollës Fotopuka, ku çdo takim luhet në 2 pjesë nga 10 minuta secila. Në ndeshjet e para të zhvilluara sot, shkolla Fotopuka u përball me shkollën Dituria, takim që u fitua nga Fotopuka me rezultatin 12-5. Ndërkohë, në ndeshjen tjetër mes shkollës Ballagat dhe shkollës Dushk, fitoria shkoi për ekipin e Dushkut me rezultatin 9-2. Nesër kampionati do vazhdojë me përballjet midis shkollave Nënshkruesi i Pavarësisë Nebi Sefa, Kafur Muço dhe Skënderlibohova, Daka. Gjatë zhvillimit të aktivitetit sportiv, ishin të pranishëm edhe punonjës të shëndetit publik dhe të policisë bashkiake, të cilët garantuan mbarvajtjen dhe sigurinë e këtij kampionati. Lëvizja Vetvendosje ka paralajmëruar se do të dërgojë në gjykatën kushtetuese dekretin për shpërndarjen e kuvendit, i shpallur nga presidentja e Kosovës Vjosa Osmani. Njoftimi është bërë nga shefja e grupit parlamentar të lëvizjes Vetvendosje Arberia Nagavci, e cila është shprehur se ndodhen në finalizim të shkresave. Presidentja e Kosovës Osmani nxorri të premten dekretin për shpërndarjen e kuvendit. Në seancën e arzakonshme të sejntës vonë, të mbajtur pak orë para skadimit të afatit kushtetues për zgjedhjen e presidentit, kuvendi e ndaloi procesin e zgjedhjes si pasojë e mungesës së korumit të nevojshëm. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti e ka cilësuar shpërndarjen e kuvendit si antikushtetues. Kurti u shpreh se vetëm pas dështimit të raundit të tretë të votimit të presidentit, atëherë do të mund të shkojë në zgjedhje. Ai tha se Kosova është në një situatë ku nuk beson se mund të flitet për zgjedhje të reja pa e thënë fjalën e vet gjykata kushtetuese. Evropa bu importuesja më e madhe armëve në botë gjatë 5 viteve të fundit, ndërsa qeveritë reaguan ndaj kërcënimit të Rusisë dhe rënies së besimit në angazhimet e sigurisë të SBA-s, treguan të hënën të dhënat nga Instituti Ndërkombëtar i Kërkimeve për Paqen në Stockholm. Vendet evropiane më shumë se trefishuan importet e tyre të armëve në vitet 2021-2025, krahasuar me vitet 2016-2020 për të furnizuar Ukrainën në mbrojtjen e saj kundër pushtimit rus dhe për të rindërtuar ushtritë e tyre pas dekadash mungesë të investimeve. Pavarësisht rritjes së prodhimit vendas, vendet evropiane vazhduan të rrisin blerjen e armëve amerikane, veçanërisht avioneve luftarak dhe sistemeve të mbrojtjes ajrore me rreze të gjatë veprimi. Importet e armëve nga shtetet e lindjes së mesme ranë në anën tjetër me 13%, megjithëse Arabia Saudite dhe Katari ishin ndër 4 blerësit kryesorë individual. Edhe para sulmeve të fundit të SBA-s dhe Izraelit ndaj Iranit, shtetet në rajon kishin bërë porosi të rëndësishme që ende nuk janë shfaqur në shifra. Konflikti aktual ka të ngjarë të rrisë mëtej blerjet, veçanërisht të sistemeve antiraketore dhe të mbrojtjes ajrore.
Vendet e lindjes së mesme do të zëvendësojnë armët që kanë shpenzuar, por gjithashtu do të kërkojnë të blejnë më shumë armë për të mbrojtur veten. Sa i përket furnizuesve, SBA rritën pjesën e tyre globale të tregut të eksportit të armëve në 42% nga 36%, duke cimentuar dominimin e tyre. Franca ishte furnizuesi i dytë më i madh me 9.8% të eksporteve globale, ndërsa pjesa e Rusisë ra në 6.8% nga 21% pas pushtimit të Ukrainës në vitin 2022. Pjesa e kombinuar e eksporteve të Evropës ishte 28%, 4 herë më e madhe se ajo e Rusisë dhe 5 herë më e madhe se ajo e Kinës.